tjetër çështje do të flasim lidhur me aksidentet në vendin tonë dhe vetë aksidentet. Konkretisht do të fokusohemi tek siguria që është në rrugë dhe autostrada të vendit tonë. Kemi pasur në vikend një aksident me fatalitet, një vetë aksident në fakt në autostradë, që ka ngjalli diskutime të shumta rreth asaj se sa janë të sigurta autostradat, kur ka punime, sa janë mirë të shënjuara, do me thënë ato punime, a janë të vendosura drejt dhe mirë edhe shenja të ndryshme në komunikacion. Pati një mori diskutimësh të cilat u bën në rrjet, ndërkaq tani do të diskutojmë pikërisht për këtë temë, për të marrur edhe një opinion profesional nga Nol Dedaj, ekspert i komunikacionit, të cilin unë e kam në linjë të drejt për drejt telefonike. Zotri Dedaj, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që keni arritur të shihni në këtë vikend këtë diskutimin e madh që është bërë lidhur me sigurinë në rrugët tona dhe në autostrada pas aksidentit që ndodhi në vikend, një vetë aksident në fakt që ishte. Si është vlerësimi juaj i përgjithshëm për sigurinë në rrugë, por edhe në autostrada në vendin tonë? Sigurisht se siguria në rrugë është mjaft e breshtë, të pas parasysh për elementeve fillestare do të nisë mungesa sinjalizimeve, pastaj mungesa hulumtimeve të elementeve rrugore, sikur janë pikat e zeza, pastaj edhe elemente tjera të cilat na mundin më na paraqit ko pas kozme, sikur janë gropat vodice. Pra këto gjona të cilat unë i përmena, këto elemente të cilat unë i përmena janë prezente në rrugë. E sidomos në për rrugë nacionale dhe rrugë regionale, aty ku shpejtësia zhvillohet pak më madhe, edhe ku kemi aksidente edhe me fatalitet më shumë. Sigurisht se kjo fenomen të na përcjell tash edhe në rrugët e autoudhën, sidomos në autoudhën Ibrahim Ragova, ku shumicën e gjatësisë sa në veç e kemi të shkatruar ose e kemi në nivelin të rrezikshmërisë të lartë, nga shembja edhe tash ka filluar nga shembja e mureve të cilat janë vendosur për mbrojtjen e arshitjes së rrugës. Zotri Dedaj, si mundemi të parandalojmë aksidentet, vetë aksidentet të tilla në situata pra kur kemi defekte në rrugë, kur kemi probleme ose punime në rrugë, sepse din të ndodhin shpesh aksidente të tilla kur kemi probleme të tilla, qoftë në rrugë kryesore, qoftë në autoudhë. Çfarë duhet, si do duhet në fakt veprojë drejt në mënyrë që të kemi një parandalim të rasteve të tilla në të ardhmen? Hapi parë është auditimi i elementeve të sigurisë komplet rrjetin rrugor, edhe pastaj auditorët të cilët auditojnë elementet të sigurisë, ata i dhojnë rekomandimet për secilin detaj, për secilin segment rrugor, se cilat janë elementet të cilat e paraqesin rrezikshmërinë, nivelin e rrezikshmërisë në rrugë. Kjo është kryesorja. E dyta, pastaj pas atij auditimi merren masa preventive. Pra në bazë të rekomandimit të tyre, Ministria ose institucionet përkatëse të cilat i menaxhojnë rrjetin rrugor, atëherë merren masa përkatëse të cilat duhet patjetër që të përgjigjen rekomandimit të auditorit, në mënyrë që sa i përket faktorit rrugë ta kemi në siguri shumë më të madhe në krahasim me ata. Po nëse e shohim në rrugët tona mungesën e sinjalizimit e kanë dikon rreth 39-40%, pastaj e kanë mos sinkronizimin e shenjave horizontale e vertikale, mungesa e shenjave horizontale çak në autoudhë kemi, që lemona për këto rrugë tjera, që na paraqet nivelin e rrezikshmërisë shumë të lartë, pastaj nuk i kemi të lumtur pikat e zeza. Flas gjithmonë për rrugë të cilat i menaxhon ministria, se në qoftë se na kthehemi flasim për rrugë që i menaxhojnë komunja, 95% të rasteve mungojnë sinjalizimi në për rrugë lokale. Pastaj mungojnë edhe pikat e zeza të cilat janë formuar. Sigurisht se pikat e zeza formohen atëherë kur mungon edhe sinjalizimi, do të thotë edhe horizontal edhe vertikal, edhe pikërisht është aty nuk ka më kulumtim pikat zeza, vetëm ka aksidente dhe me fatalitet. Derisa në për këto rrugë tjera mungon këto
hulumtimi i pikave të zeza, ramja vertikale, ramja horizontale e këtyre rrugëve, edhe me i përcaktu pastaj edhe nivelet e tina, është i vetmi auditimi që duhet me bë komplet rrjetit rrugor për më mujt me i shit në sipërfaqe gjitha defektet që na sjellin një rrezikshmëri të lartë në rrugë, edhe pastaj përmes institucioneve përkatëse me marrëmosat e sigurisë ose me marrëmosat preventive. Mjaft e rrezikshme të mendosh sidomos në autoudhë të kemi probleme me sinjalistikën, ku kemi të zhvilluar një shpejtësi më të lartë dhe gjasat për të manovruar me atë shpejtësi në moment të fundit janë shumë të vështira dhe çka mund të përfundoj me një aksident që mund të shojë deri me fatalitet. Ky auditim, zotëri Dedaj, që ju po përmendni, kur është bërë për herë të fundit në vendin tonë dhe sa shpesh do duhej të bëhej në mënyrë që mos të kemi raste të tilla, mos kemi probleme me të paktën me sinjalistik. Gjithmonë bëhet apel tek qytetarët që të kenë kujdes me shpejtësinë, të vozitin me kujdes, por të mendosh që të kemi probleme edhe me sinjalistikën në rrugë, kjo është një problem edhe më i madh. Jo, auditimi nuk ka bërë kurrë në rrjetin rrugor. Nuk është bërë asnjëherë në vendin tonë. Nuk është bërë. Është bërë një studim i vlerësisë të rrugës në vitin 2002, në atë kohë kam qenë edhe në ministri, edhe është përkufizu pastaj edhe niveli i rrezikshmërisë në bazë të vlerësisë të rrugës. Derisa projektet rrugore janë të viteve 70-a, pastaj bisa dhe 60-70, janë, nuk ka ndryshuar absolutikisht prej asaj kohe, pra vlerësia e rrugës është e nivelit të rrezikshmërisë e lartë, meqense unë i kam edhe koeficientat e rrezikshmërisë për secilin aks rrugor, dhe kjo na ka paraqit pastaj se në mas atij hapi të përfundimit të vlerësisë, akoma është me hi auditimit të sinjalizimit. Do thotë gjitha rrugëve, por nuk ju ka bën. Nuk ju ka bën auditimi, ende sot në kësaj dite nuk bëhet auditimi projekteve. Shka është shumë e rëndësishme që në të ardhmen mos më na dalë pikat e zeza ose ndonjë element i faktorët të sigurisë, ma rrezikojmë të ndërpresim. Vetëm i kemi pas 2 projekte, nëse s'gaboj, 2007, unë edhe profesori Ramadan Mazariku, që nuk e kemi leju, që i kemi dhënë rekomandimet që mos më ndërtu rrugën Plavë-Gusi, e cila paraqet ke një nivel të rrezikshmërisë, jo po kanë qenë në projekt, kanë qenë 2 pika zeza, kështu që i kemi rekomanduar që trasa rrugore me ndryshu kohën e ndërtimit për shkaqe të mos krijimit të pikave të zeza. Pastaj kemi bëu hulumtimin e pikave të zeza në atë kohë me profesorin Ramadan në Iznes, më duket, të Deçanit, të cilën intervenu në mënyrë inxhinierike dhe sot më nuk është ajo, edhe kemi të vendosën pikën e zez për shkak të ktheseve dhe radiuseve të ndryshme në rrugën Gjilan Kamenic, tash sot më kujtu edhe emri. Po, megjithatë, studentja e cila e ka mbrojtur temën e masterit në auditimin e elementeve të sigurisë në rrugën Prishtinë-Gjilan, ose pri liçenit pa deociderin Gjilan, studentja i ka qitë në pahat gjitha detajet, edhe pikat e zeza, edhe nivelin qak edhe koeficientin e nivelit të rrezikshmërisë, se çfarë niveli është ajo, edhe askush nuk është marrë me atë temë në plons, mund vjen keq, është mënuar ajo studente, edhe pse studentja e saj, punimi i saj është veç i nivelit shkencor, edhe pikërisht është ajo që asnjëherë kur nuk e kanë marrë edhe kërkush se me po vetëm që shka është hulumtu për i Gresa Ismailit, edhe ajo për me po të mënë sakë që shka ka hulumtu vojzë edhe pse është prezentu dhe në media dhe krejt, po ja që institucionet tona janë shumë pa interesume që më konë në kontakt ose me bashkëpunu me institucionet hulumtuse ose shkencore, njërë që me po se shka të ndodhë në rrugë tona dhe për shka është kjo vdekje ka që madhe. Edhe na, si eksperta, sigurisht se e dimi hulumtu, dim edhe për me bëdhe mosat preventive, por institucionet tona prej pas luftës edhe kësajde
flas për 2005 se kësajde absolutikisht nuk kanë marrë asnjë hap sa i përket përmirësimit të sigurisë rrugore. Kështu që non-stop kena vdekje për 5 faktorëve të cilat unë i ceki, për aty në 5 faktorëve nuk ka asnjë mos preventive deri më sot. Zotri Dedaj, do të ndalësha edhe tek një çështje që janë ku kemi punime në rrugë nga institucionet, kur kemi ndoshta devijim të rrugës. Kam qenë vetë në një situatë të tillë ku kam qenë afër një vet aksidenti dhe pikërisht në atë vend pas një jave ose dy kanë humbur jetën disa të rinj, të pikërisht për shkak themi mungesës ose sinjalistikës shumë të vogël ose të mangët që njofton për një devijim shumë të madh të rrugës, një bllokim të rrugës ose një devijim të rrugës, po rasti ka qenë në rrugën pra Prishtinë-Gjilan. Në këtë aspekt, në vlerësimin tuaj si ekspert, pse ndodhin pra kur kemi punime në rrugë sinjalistika që janë shumë të vogla, ndoshta shumë të vogla në dukje gjatë natës, pse nuk kemi ndoshta një sinjalizim më të mirë që pastaj mos vim deri tek vetë aksidentet ose aksidentet ndryshme që mund të marrin edhe jetën e njerëzve. Ka të bëjë kjo me papërgjegjësinë e personave të kontraktuar për rregullimin e asaj rruge, apo është përgjegjësi e ministrisë kjo çështje? Është përgjegjësi institucionale. Është përgjegjësi institucionale, mos harroni. Atë vendin nëse devijimin e rrugës e kena bërë bashkërisht me studentat mi dhe kemi bërë një punim shkencor me vitin e dytë master, drejtimin e auditorit, lëndën e auditimit, edhe pikërisht është ajo që në konferencën shkencore kemi prezantuar. Aty e kemi po shenjat e shpejtësisë maksimale 30 km/h, derisa në bazë të hulumtimit tonë dhe llogaritjeve tona ka dalë se shpejtësia maksimale e sigurisë është 18 km/h. Do thotë në për të dy rastet, edhe në hymje në drejtim të Gjilanit, po në devijim, edhe largimi prej devijim. Pastaj është rasti i veçantë kur ne kemi bërë edhe fotografitë e kam publikuar disa edhe kështu në për Facebookit tem, po megjithatë nuk kanë marrë asnjë mos. Edhe ajo që ka qenë shumë karakteristike ka qenë që automjetët transportuese mbi 7 ton, edhe autobusat, mos harroni, asnjëherë nuk kanë mujt për me hi, mas pore me 30 orë që nuk kanë mujt me hi, është absolutikisht e pasigurt që shpejtësitë e tilla minimale që thëshin aty që do mu lëviz me shpejtësi maksimale 30 km/h, edhe pse shpejtësia maksimale ka qenë 18 km, prandaj edhe kthimi në një radios të vogël për 5 metrave që kena marrë bashkërisht me studenta, asnjë automjet nuk ka mujt me u kthy drejtim të Gjilanit nëse nuk e ka ataku edhe shëritën e majtë të qarkullimit. Flas për autobusa dhe mjetet transportit të cilët kanë qenë me një rimarkëse edhe me 2 rimarke të mjeteve transportuese të mëdha. Pikërisht është edhe kjo që për fatin tonë keqen aty nuk ka pas kamera momentin e humbjes jetëve të 3 djemve, 3, edhe me pa tamam sakt. Unë kam shkuar në vendngjarjes, nuk kam pa gjuhën frenimit, kam pa gjuhën të tërheqjes, do të thotë gjuhën të lëvizjes së automjetit. Në ato raste deri te përplasja edhe në drum. Pra kjo na ka kallëzuar neve që ata djem e kanë pas sigurisht se akon edhe shpejtësia pak pyetje, po përballa kanë pas një kamion i cili ka hi në kthes, edhe nuk ka mujt edhe kanë pas zonën shëritën e majtë të qarkullimit, edhe pikërisht atë ndodhen ato raste kur ai tenton me deviju, edhe mas marrë dhe ato aksidenti ballor, ndodhen pastaj edhe aksidentet se mund me fletëru jashtë rrugës edhe me dalë. Aty kemi pra faktorën rrugë, kemi edhe faktorën mjeri, pra të 2 faktorët të cilët e kanë pranuar edhe deri të kjo rasti fatalitetit. Kemi raste tilla, prapë jo thamë keni rastin ende të pa edhe pse kom boni hulumtim bashkërisht me studentë vitin e kaluar, të shoti Meçi Gjakov, edhe aty keni identike. Do të asnjë mos preventive, 2 kere kanë ra jashtë, asnjë mos nuk ka preventive për që janë marrë për sigurinë e qarkullimit të automjetit në taksur.
pastaj patëm edhe rastin e fundit. Po në qoftë se na flasim për projektin e sigurisë të rrugë të ndërtuara, atëherë është fenomeni tjetër. Është një fenomen se cila kompani e ndërtimit rrugëve, për çdo aks rrugor që ka me ndërtu, ai do të me pas projektin e sigurisë rrugore. Në qoftë se ai nuk e ka projektin e sigurisë rrugore, atëherë mangësia jashtëzakonisht e madhe. Edhe këtu është, pastaj shkojnë ai menaxheri i kompanisë, menaxheri i ministrisë, që merren edhe me elementet e sigurisë, sidomos të rastet e tilla se janë, edhe pastaj aprovohet prej menaxherit ministrisë si projekt i sigurisë që është marrë masat e sigurisë mjaftueshme për drejtuesit e automjeteve që mos me hub kontrollin edhe gjatë devijimeve të tilla të rrugëve. Zotëri Dedaj, unë ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet që ndat për shikuesit tanë. Faleminderit edhe për jush edhe po ta knasi. Ju përshëndes. Tani do të më